Në gjimnazin 28 nëntori të Shkodrës u mbajt një orë edukuese me maturantët të cilët për herë të parë këtë 11 maj do të votojnë duke u bërë pjesë e zgjedhjeve parlamentare. Ky program i organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Agjencia Kombëtare për Edukimin Parauniversitar vjen i financuar nga Këshilli i Evropës dhe Ambasada Gjermane, që ka për qëllim t'i edukojë të rinjt për mënyrën se si duhet të votojnë dhe rëndësinë që ka pjesëmarrja në një proces të tillë. Demokracia sigurisht fillon me votimin e lirë dhe secili nga këto maturant ndërgjegjësohet për detyrimin që ka për të votuar, por njëkohësisht edhe për të drejtën, sepse ndikon në të ardhmen e tyre në demokracinë e vendit tonë. This is a program focusing on electoral. Është një program që ka për synim të informojë të rinjt për rëndësinë e votës, edhe pse ata duhet të marrin pjesë, edhe ushtrimi i sotëm do të jetë pikërisht praktikimi i këtyre njohurive, me shpresën që ata do t'i evitojnë edhe ato problematika që mund të shfaqen në 11 maj. Të rinjt është e rëndësishme që të përfaqësohen edhe të vendosin për të ardhmen e tyre, sepse ata janë e ardhmja e vendit dhe në 11 maj do vendoset për të ardhmen e vendit për zhvillimin në mënyrën se si do qeveriset vendi. Maturantët bën një simulim se si do të votohet në 11 maj, ndërsa pjesë e këtij programi ishte edhe ndërgjegjësimi që ka rëndësia e votës, duke mos e shitur apo tjetërsuar atë. Këtë vit si votuese e re dhe së shpejti si votuese e së ardhmes, jam bërë pjesë, do bëhem pjesë e zgjedhjeve. Kjo sepse kam kuptuar rëndësinë që kanë zgjedhjet për të kriju një impakt ose vendim sadopak të vogël që kemi ne në vendin tonë, dhe kush më mirë se rinia të ketë një impakt edhe vendim në të ardhmen e gjithë secilit prej nesh, edhe gjithë vendit tonë. Edhe është një mënyrë e mirë për të kuptuar të gjithë se sa duhet të jetë e rëndësishme demokracia dhe pjesëmarrja, por njëkohësisht edhe të evitohen ato problematika që mund të shfaqen në qendrën e votimit. Të mëdhësharët që do shkojnë për herë të parë të kuptojnë që duhet të evitojnë shitjen e votës, të evitojnë votimin familjar dhe të shprehë vullnetin e tyre të lirë për të siguruar një të ardhmen më të mirë për vendin. Programi zhvilluar në gjitha shkollat e mesme të Shkodrës, ku janë përfshirë disa faza që përmbledhin procesin e plotë të votimit.